Operacioni premtimi i sejntes i pari që goditi drejt për drejt krimin elektoral, vuri përpara përgjegjësisë penale 6 persona të angazhuar politikisht në Shkodër. Menjëherë pas shoqërimit në polici, atyre ju gjetën lista me emra qytetarësh, dokumente të ndryshme, një shumë parash, tollona karburanti dhe ju sekuestruan 7 celular. Dyqimet janë që ata po blinin vota për llogaritë të PSD-së së Tomdoshit. Mirëpo, diçka e tillë kjo forcë politike e ka përgënjeshtruar. Drejtimi i gishtit ndaj Partisë Socialdemokrate nuk është asgjë më shumë se sa sulmi drejt për drejt ndaj tyre, shkruan zyrtarisht ky subjekt politik. Pas shoqërimit në polici, ata u lanë të lirë, por hetimi për ta po vijon. Kontrollet janë intensifikuar në të gjithë zonën e Shkodrës, në malësi të madhe, Barbullush, Bushat, Mie dhe Vaujdejes, ndërsa zhvillimet u përcollën në terren edhe nga krye prokurori Spak Altin Dumani, që zhvilloi një sër takimesh. Më pas ai u zhvendos edhe në Lezhë në një takim me task forcën e krijuar prej institucionit të drejtuar prej tij. Kontrolle janë bërë edhe në Elbasan e Vlorë, ndërsa pritet të shtohen edhe në 2 ditët e fundit të mbetura nga zgjedhjet parlamentare.